Roza, e kuptove? Me thënë drejtë, unë nuk e kisha shumë mendjen, sepse nuk kam do një qëllim për të krijuar divergjencë, sesa për të kuptuar dhe për të shpjeguar ku ndryshon një reality show nga një jetë normale për jashta. Për shumë, sa po humbëm një shok se ka biseduar, një shok shumë të këndshëm, me thënë drejtë, më që ndeshi shumë. Edhe ende e kam impresionin e ti, pamjen, shisën, prekjen, që ishte e jashtëzakonshme. Edhe e përshëndes dhe i them me sinceritet që më erdhi thellësisht keq dhe akoma se kam përthithur që sonte s'do jem pranë shtratit me të. Dua një duar trokitje, se ishte shumë i mirë. Patjetër, po, shiko, në shtëpi vetë është, Dakor, po, unë kisha shansin ta kisha dhe 2 javë këtu në shtëpinë tonë, sepse, ku do dilja, mua që ta mbyll fare, a është rol, as është rol, kam 2 përgjigje. Përgjigja parë është që e ka thënë publiku se çfarë i pëlqente tek ajo që unë bëja dhe s'ka rëndësi si do t'ja vej këtij fëmije që unë bëra emrin, do t'ja vej jetova apo ishte rol.